Me të pytë, bime, prej se ka marrë idealin me shok përfshi edhe ty udhëheqjen e klubit para 3 vite, me të vërtet keni bo një reorganizim të klubit me shumë pak buxhet se sa klubet tjera. Tash na e dim që Gjakovarët janë shumë racionale dhe ekonomike dhe din me ekonomizu dhe me shfrytzu aty ku duhet, po me të vërtet mundemi me thonë që është menaxhu shumë mirë klubi. Ku është sekreti i kësaj pune? Kështu, Agon, me ardhen e idealit në klub, ardhen një frymë re. Pastaj një vit më vonë nuk ka bashkangjitur dhe jeton në Bakalli me gjithë djalin, dhe një grup i ri i antarëve të bordit, si përmendni tash me emra, mos ta harrojnë në njërin, por beso, na si bord kemi një afërsi shumë të afërt në mes vete, edhe secili mundohem të kryjmë punë, secili i dojmë punë, secili i takojnë. Edhe beso, ka raste ku ndoshta kryjmë një punë që besoj që në klubet tjera antarët e bordit nuk i kryjnë, po na e kryjmë. Kryesore është. Mundohemi me këtë buxhet të cilin e kemi, mi bo një ekip të mirë, edhe gjatë kam thonë se në Gjakovë vllazimi ka me qenë arë fort për gjatë kanë prej 3 vite kur kam qenë me një intervistë, pa ta thonë, por unë mendoj që qelësi i suksesit është atmosfera brenda bordit ekipit edhe lojtarëve. Okej.